Universi po të sprovon para bekimit. Mos u dorëzo pikërisht tani. Kur gjithçka duket sikur po prishet, në fakt universi po të përgatit për bekimin më të madh të jetës tënde. Sprovat që po kalon tani janë dënim, janë testet që do të çojnë drejt shpërblimit hyjnor. Njerëzit që të kanë lënduar, pengesat që s'po largohen, vonesat që s'kan kuptim janë pjesë e planit që ti të kuptosh forcën e dritës tënde. Mos u dorëzo tani. Universi po të vë në provë, sepse po të zgjedh për diçka shumë më të madhe se që imagjinon. Kjo është koha e shpërblimit të vërtet. Dashi, ke ndier lodhje si sikur çdo gjë të vonohet, por e vërteta është që universi po të teston durimin. Në punë, pengesat që duket se s'kan fund janë prova që do të çojnë drejt një pozicioni më të lartë ose një projekti që do të ndryshojë karrierën. Në dashuri, ndjenjat janë në përplasje, ajo që s'është për ty do të largohet vetë pa luftë. Në financa, vonesat e parave janë vetëm për të bërë të kuptosh vlerën e menaxhimit dhe maturisë. Sprova jote është të qëndrosh i qetë kur gjithçka të tundon të dorëzohesh. Por mos haro, kur dashi sprovohet, pason gjithmonë një rilindje që trondit universin. Dritat po ndizen për ty, qetëso zemrën dhe beso. Gaforja. Ke ndier se njerëzit të keq kuptojnë se gjithçka po të mbytet në heshtje, por në të vërtetë universi po pastron energjinë rreth teje. Në punë, një ndryshim i madh mund të ndodhë papritur dhe fillimisht do duket si humbje. Mos u trem, sepse është hapja e derës së re që kërkon prej kohësh. Në dashuri, je më i ndjeshëm se zakonisht. Kjo është periudha e pastrimit shpirtëror, ndaj lër vetëm ata që të kuptojnë me shpirt, jo me fjalë. Në financa, shmang vendime impulsive. Një bekim financiar është afër, por duhet durim. Mos e humb besimin, sepse bekimi yt po afrohet me hapa të padukshëm. Kur gjithçka të dhemb, është shpirti që po rritet. Akrepi, universi po të provon në mënyrën më të thellë të mundshme, duke të detyruar të zgjedhësh mes hakmarrjes dhe paqes. Nëse e zgjedh dritën, do të shohësh një përmbysje hyjnore. Në punë, dikush që të kishte nënvlerësuar do të befasohet nga rritja jote. Në dashuri, e vërteta do dalë në dritë, mos e kërko, do vi vetë. Në financa, diçka që u vonua do të vi shumë fish sapo të heqësh dorë nga frika. Sprova jote është të mos kontrollosh çdo gjë, sepse bekimi yt po vjen në momentin që dorëzohesh me besim. Dritat e universit po shndërrojnë plagët e tua në forcë. Brit japi. Ti je lodhur nga pritjet, nga përpjekjet që s'kan dhënë frut, por çdo hap i vështirë që ke bërë, tani po regjistrohet si shpërblim. Në punë, mos u shqetëso për vonesat. Një mundësi që se prisje po afrohet nga një burim që nuk e imagjinoje. Në dashuri, nëse ke ndier ftohtësi ose largësi, mos e merr si dështim, është periudha e filtrimit shpirtëror për të lënë vetëm me të vërtetën. Në financa, një zgjidhje që lidhet me bashkëpunim apo ndihmë do të shfaqet brenda javës. Universi të sprovon sepse ke forcën për të duruar atë që të tjerët nuk mundin. Mos e humb qetësinë, bekimi yt po ndodh tani, vetëm se ende se sheh. Peshqit. Universi po të sprovon përmes ndjeshmërisë. Nëse ndihesh më emocional, është sepse po pastrohet çdo plagë e vjetër. Në punë, një person që të kishte harruar do të kontaktojë papritur për një mundësi të re. Në dashuri, por i lidhet një energji e thellë, jo domosdoshmërisht me të kaluarën, por me dikë që ndjen si shpirt binjak. Në financa, mos harro, ndonjëherë vonesa është mbrojtje. Bekimi yt po vjen në formën e një ndryshimi të butë, jo shpërthyes, por të qëndrueshëm. Mos e lufto lodhjen, sepse ajo është vetëm periudha e tranzicionit. Pas çdo loti, lind një dritë. Dhe për ty, ajo dritë është shumë afër. Universi nuk të sprovon për të thyer, por për të formuar. Nëse po kalon ditë të vështira, dije se je në pragun e bekimit tënd. Mos u dorëzo pikërisht tani, sepse sprovat janë prova që bekimi po afrohet. Shkruaj në komente. E pranoj sprovat e mia, sepse di që pas tyre vjen bekimi im.
Mos haro të abonohesh në Zëri i Universit, sepse çdo video është një dritë që ndriçon rrugën tënde shpirtërore.